Por i kthehemi sërish në studio dhe ka momenti që të flasim për sportin. Çdo të hënde të premten e flasim për sportin, por kësaj radhe nuk e kemi Mahir Thaçi në studio. Mirë po, kemi Bejtullah Eminin, i cili përveç se me cilin do flasim për klubin e tij të voleybollit, mirë po është edhe profesor universitar, kështu që unë do shfrytëzoj mundësinë për të folur pak më shumë se sa ka interes nga të rinj për të studiuar sportin në arsim të lartë, pra për të shkuar në nivel akademik me njohuri të saj përket sportit, dhe pikërisht për këtë do flasim me mysafirin ton. Mirëmëngjesi, nuk e di më është bë mirë dita, mirë se na erdhët. Mëngjesi me Sugjeta, kënaqësi që jam këtu. Do të di për sportistët si fillon dita? Fillon ndryshe nga ne të tjerët? Tani, për të qenë sinqert, sporti në ditët e sotme nuk është një luks dhe të rinjt nuk duhet ta kuptojnë sportin për medalje. Sepse sporti duhet kuptuar sot si një nevojë jetese, duke pasur parasysh se jetojmë në një botë ku teknologjia mbizotron dhe sporti duhet kuptuar si një mënyrë jetese për të shmangur disa veti negative që sot i rrethojnë të rinjt tanë. Kështu që sportistët, unë mendoj se ditën e fillojnë më shumë besim dhe me më shumë elan për punë. Dhe në fakt, mendoj që është ai paragjykimi që sportistët kur zgjohen që janë full energji për ditën edhe në të hënë. Kështu që se hëna gjithmonë e dita pak më ngadalt. Duke pas juve në studio si profesor universitar, unë fillimisht du di se si erdhi dëshira që sportin jo vetëm të ngel një përditshmëri e juja dhe një pasion, po të transformohet edhe në jetë akademike. Tani, sportin edhe njëherë them që nuk duhet kuptuar vetëm si sport në aspektin e medaljes. Sporti mbi gjitha shkencë. Dhe unë personalisht e kam studiuar këtë drejtim, sepse kam pasur pasion, mbi gjitha kam pasur edhe si gjen. Normalisht për të marrë me sport duhet të kesh një prirje, faktisht. Dhe unë këtë prirje nuk kam dashur ta lej vetëm në aspektin në nivel më të ulët, por e kam shuar edhe kam rritur në nivel akademik ku jam edhe sot, faktikisht. Jam profesor në Universitetin Nën Tereza dhe ligjeroj në drejtimin sport dhe shkenca sportive. Sa ka interes nga të rinj për shkencat sportive, sepse kur flasim për fizik, kimi, gjithmonë jemi duke folur për një deficit shumë të madh të studentëve. Si është situata në sport? Tani, sporti i tërheq studentët, i tërheq të rinjt, kjo është një fakt, por duhet pasur parasysh faktin se Shkupi është një qytet ku ka shumë sportistë. Është qytet ku ka shumë klube sportive. Këtu mund përfshihet mundja, basketbolli, handbolli, për fat keq volejbolli akoma nuk është rritur në nivelet siç është mundja, siç është handbolli dhe basketbolli, por duhet pranuar që Shkupi është një qytet sportiv. Dhe duke u nisur nga ky fakt, ne kemi shumë interes për të studiuar në drejtimin sport dhe shkenca sportive pranë Universitetit Nën Tereza. Kemi mjaftueshëm studentë. Dhe janë të mirë gjenerat, sepse tërkohën dëgjojmë profesor duke u ankuar nga përbërja. Tani duhet të jemi, në fakt jemi dëshmitar të kohës që këtu në shtetin ku jetojmë në çdo aspekt ka rënë shoqëria edhe shteti nuk është në nivelin ku duhet të jetë, qoftë në aspektin ekonomik, shëndetësor, ashtu ka pësuar rënje edhe arsimi. Sidoqoftë ne përpiqemi që të ruajmë një lloj niveli me studentët, edhe përpiqemi që të stimulojmë që të jenë nivelin ku duhet të jenë. Dhe shpresojmë që t'i kemi pastaj në nivelin ku duhet të jenë. Unë mendoj që po, edhe pse me vështirësi, sepse jetojmë në një, unë them jetojmë në botën e teknologjisë, jetojmë në një botë ku
më pak të rinjt sot më pak i tërheq libri, apo janë të prirur më shumë nga teknologjia, sidoqoftë ne mundohemi të mbajmë një baraspesh, një balans dhe mundohemi që të stimulojmë dhe të japim maksimumin që ata nesër të dalin kuadro të përgatitura. Unë vi me prapavi nga juridiku, ku ne fakulteti kryet vetëm me libra ndorë dhe me shkronja, sepse gjitha ligje, gjithë shka janë të shkruara. Si duket të studiosh sportin? Sa përqindje, le të themi kështu, është sport praktik, teren, dhe sa është libër? Kur folet për të studiuar sportin, unë që thënë më shumë drejtimet tjera si akceptojnë sportin në përgjithësi. Shumica një pjesë bukur e madhe mendojnë që sportin të studiosh është më lehtë. Por unë nuk e kisha thënë kështu. Sporti është një gërshëtim midis teorisë dhe praktikës, ku në sport kemi një numër bukur të madh të provimeve të mjekësisë. Është anatomia, është fiziologjia, janë lëndë të tjera të mjekësisë dhe unë kisha thënë që për të studiuar sportin nuk qetjen. Nuk kisha thënë se është e lehtë. Është një drejtim serios, që është një gërshëtim midis teorisë dhe praktikës, që mendoj se këtë drejtim e bën akoma më të bukur ai gërshëtimi që ndodh midis teorisë dhe praktikës. Andaj dhe unë them që sporti është një drejtim shumë i bukur, që duhet akoma më shumë shteti të investoj për të rritur infrastrukturën sportive, sepse ato njohuri që merren në teori duhet të zbatohen në praktikë, dhe për të zbatuar në praktikë normalisht duhet të kemi infrastrukturë normalisht sportive. Unë mund të them për institucionin ku unë punoj, ka nevojë për infrastrukturë sportive dhe mendoj që shteti duhet të vërë theksin në përgjithësi për të rritur dhe përmirësuar infrastrukturën sportive këtu në shtetin ku jeton. Ju përveç se që jeni profesor universitar pranë Nën Terezës, ju gjithashtu keni dhe një klub volejbolli. Pak më parë përmendet që ndoshta volejbolli nuk është ku është basketi, handbolli këtu te ne. Po si është realisht situata me volejboll, na ka interes? Shkupi, për fat keq, nuk ka volejboll, nuk ka shkolla sportive, shkolla volejbolli, ka shkolla volejbolli, por nuk ka klube që garojnë në sistem, domethënë në ligë shtetënore. Unë me volejboll merrem që kur kam mbaruar studimet, këtu 25 vjet më përpara kam qenë trajner tek Meshkujt, tek klubi i volejbollit Shutova. Tani 7 vitet e fundit jam trajner i vajzave, i klubit volejbollit Tuskana. Unë udhëheq klubin ku udhëheq unë faktisht në Kërçov. Kërçova është një qytet i vogël, por për fat të mirë ka interes. Thonë që vajzat më shumë i tërheq volejbolli se sa Meshkujt, dhe thonë që volejbolli është më shumë sport femëror. Unë nuk e them kështu, sepse kam qenë shumë kohë të gjatë me Meshkujt, kam stërvit Meshkujt, ku kam pasur sukses. Vitin 2016 me ekipin e Meshkujve kam qenë kampion shtetënor. Vitin 2018, 2 vjet më vonë, kam qenë nën kampion dhe ka pasur interes. Mirë po, për qeni sinqert, më shumë kanë interes vajzat për volejboll, për faktin se Meshkujt i tërheq më shumë futbolli dhe sportet cilët kanë më shumë karakter të kuptimin jo garues, sepse dhe volejbolli ka garues, po më shumë karakter mashkullor, të them. Është mundja, janë sportet luftarake, është futbolli, dhe volejbolli, unë kisha thënë që është një sport me të vërtet që të gjitha sportet normalisht kërkojnë inteligjencë, por unë e kisha quajtur volejbollin, e kisha krahasuar me geometrin, absolutisht, volejbolli është matematik dhe kërkon një inteligjencë bukur të madhe për të arritur aty nivelet ku duhet të jesh. Kërçova si qytet, aty ku edhe unë nga ku vi, për momentin ka vetëm një klub sportiv i cili garon në Super League, në ligë të parë, nga gjitha sportet.
është vetëm klubi volejbollit Uskana që garon në Super League, në ligë të parë, dhe për fat të keq nuk kemi klube të tjera sportive që garojnë në liga të para. Profesor, e di që duke thënë këtë që ndonjëherë volejbolli karakterizohet si sport femror dhe të tjera si sporte mashkullore, mua më kujtua momenti sepse gjatë tërë edukimit tim arsimor, vajzave është dhënë topi volejbollit, djemve është dhënë topi basketit ose i futbollit. Kështu që unë mendoj që ky paragjykimi dhe stereotipi mbi volejbollin vjen që thellë që nga shkollat fillore dhe të mesme, sepse së paku te unë ashtu ka qenë, ne vajzat vetëm volejboll kemi luajtur. Unë kam ligjeruar, kam dhënë mësim, kam qenë mësimdhënës në gjimnas 15 vite, dhe këto 8 vitet e fundit jam në nënteres, profesor. Për faktin se sporti volejbollit nuk ka kontakt fizik me kundërshtarin, dhe zakonisht mësuesit e shkollave fillore dhe të mesme, duke dashur që të hikin lëndimeve fizike, lëndimeve absolutisht, më shumë kam praktikuar që vajzat luajnë volejboll, sepse në aspektin psiqik ato janë më të rehatshëm, se edhe vetë karakteri dhe fiziku i vajzave është më specifik, dhe që të hikin lëndimeve nga i kontakti fizik. Më shumë kam praktikuar volejbollin për vajzat dhe normalisht futbollin për djemt. Nga ky Po, patjetër, ndoshta ka një arsyetim, po them që ky stereotipi dhe paragjykimi buron nga dikund. Ju po thoni që ka interes, pavarësisht që ndoshta volejbollin nuk e kemi aty ku duhet ta kemi. Po në shtete tjera në rajon është situata ngjashme, keni informacione? Nga informacionet që kam unë, do ta kisha filluar nga Shqipëria, që ka volejbollin më zhvilluar. Kosova gjithashtu, vitet e fundit, ka pësuar një rritje në aspektin sportiv në përgjithësi, por dhe në volejboll. Në Ballkan, unë mendoj që flas për vajzat, nuk flas për djemt, po edhe djemt aty duhet të jenë, nuk flas për kombëtaren, sepse kombëtarja e Maqedonisë i ka lojtarët cilët volejbollistë cilët luajnë në klube të jashtë, në klube Evropë, dhe kombëtarja si kombëtare ka një lloj niveli, mirë po klubet e volejbollit të Maqedonisë, të shtetit ku jetojmë, mendoj se janë më poshtë nga Shqipëria, nga Kosova, Serbia, Bullgaria, Malizi, për fat keq, që vitet e fundit tentohet për të vënë një apo për të stimuluar një lloj cilësie pak më të madhe, por sidoqoftë akoma ne jemi për fat keq më poshtë se sa klubet sportive në rajon. Ne jemi drejt fundit të bisedës sonë. Di nëse keni ndonjë mesazh për gjithë shikuesit tanë, sidomos në aspektin e sportit. Mesazhi im drejtuar të rinjve, sidomos, është që sporti nuk është një luks dhe nuk duhet kuptuar si një luks, por si një nevojë jetese. Për të jetuar me sport, të rrit vetbesimin, rrit shëndetin, përmirëson shëndetin, dhe normalisht prindit duhet të stimulojnë fëmijët që të merren me sport, dhe në këtë formë ato do të rriten më me vetbesim, do të jenë më social, dhe prindët nuk duhet kuptuar sportin si një humbje kohe, dhe nuk duhet kuptuar sportin si një mënyrë për të fituar medalje, por si një mënyrë jetese shëndetshme, për të evituar jetën sedentare dhe për të ecur, për të kaluar jetën më shëndetshëm dhe më me vullnet. Dhe në fakt, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë së bashku që e kishim. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi.